Tema mbi të cilën dje u zhvillua debat i ashpër në lidhje me përjashtimin e diasporës në procesin zgjedhor ishte pyetja që Ilir Edauti nga Fronti Evropian ja parashtroi kryeministrit Mickoski. Ajo kërkoi që propozim ligji nga nëntori i vitit të kaluar të tërhiqet dhe vendimi të jetë i pavlefshëm, duke vlerësuar diskriminues. Diaspora e përkrah ekonominë e shtetit dhe nuk meriton të përjashtohet, tha Dauti. Sepse duhet të qëndrojë në ligjin për vetëqeverisje lokale neni i cili parasheh zvoglimin e numrit të këshilltarëve duke përjashtuar popullsinë e cila është mërgat, njihet si qytetarë të cilët jetojnë me punë apo punojnë përkohësisht jashtë. E shoh të arsyeshme që një ditë më parë ai propozim ligj të tërhiqet nga procedura, ndërkaq që vendimi i qeverisë ashtu siç është sjell ashtu nga ana e juaj të bëhet i pafuqishëm. Qëllimi është i ndryshëm, tha kryeministri Mickoski, i cili shtoi se kjo është për të bërë ndryshime që të jenë në përputhje me proceset zgjedhore kur zgjidhen kryetar komunash dhe këshilltar. Ai kërkoi përkrahje për të bërë ndryshimet e kodit zgjedhor për një njësi zgjedhore dhe të përfshihen edhe votat e diasporës. Jas bih povikao zajedno site da go promenime zakonom za izborni zakonik i da napravime jedne izborne jedinice. I vo ta jedna izborna jedinica da dozvolime i dijasporata da glasa, da dozvolime da se formirat izbirački mesta v onije državi vo koji što se dozvolova soglasno Ustav da se formirat izbirački mesta nadvor od DKP-ata, od diplomatsko-konzularните predstavništva. Dauti pyeti Mickoskin për shkollën në fshatin afër Krushevës në Rov të legalizohet objekti i ndërtuar sepse siç tha, nxënësit mësojnë në kushte të këqija. Mickoski e thiri Dautin që bashkë të shkojnë dhe ta zgjidhin këtë çështje, por siç theksoi në mënyrë ligjore, për shkak se objekti është ndërtuar në një parcel të parregulluar dhe pa leje të komunës.